informata është një gjë, dezinformata është diçka tjetër. Si e trajton Islami apo çfarë rëndësi i jep informatës së saktë, të verifikuar? Ajo informatë e cila mbi të cilët ndërtohen edhe dispozitat fetare, ndërtohen mbi informatat e sakta, mbi argumentet e sakta prej Kuranit dhe prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Padyshim, vetë feja është ndërtuar mbi transmetime. Edhe Kurani neve na ka me transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është burimi i saktë. E ai nga Xhibrili alayhis salam, e pastaj sahabët nga pejgamberi kanë regjistruar ato në formë të shkruar, dhe kështu është përcjell. Pastaj vetë fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fjalët e tij e dim se kanë ardhur shumica e fjalëve në mënyrë gojore tek gjenerata të tjera. Pak ka pas prej sahabëve që kanë shkruajt nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që na si musliman e kemi parasysh që transmetimi apo përcjellja e informatës detyrimisht duhet më kon e saktë, për arsye se thirresh në të vërtetën. Thirresh në ato që beson me bindje se është burimi i saktë. Dhe çdo shkelje e kësajna në detyrimisht gabimi i informacionit pastaj mund del edhe në rrend dhe manipulime. Në këtë situatë ne këto fjalë ja atribuojmë Allahut edhe pejgamberit, që janë ata që neve na e kanë, domethënë Allah e ka shpall fejen, ndërsa pejgamberi sa e ka kumtuar fejen deri tek ne. Prandaj flasim për diçka që kthehet tek ai i cili është e vërteta absolute, domethënë. El-Haq, një prej emrave të Allahut është El-Haq, Zoti i vërtetë. Vetë Allahu jep dëshmi për fjalën e tij, për Kur'anin në Kur'an. Wa man asdaqu min Allahi qila. Kush është më ai që flet më drejt se Allahu dhu xhelal. Ande edhe tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e shohim në hadithet e tij që e ka përmend. Kështu që Islami kërkon me të vërtetë si fe me formsu personalitetin e një njeriu që ai edhe gjatë këtij procesi, që është një proces marrja e dijes ose marrja e informatës, marrja një njohurie, çfarë do të qoftë ajo, edhe përcjellet tek tjetër është barë dhe përgjegjësi. Ai kërkon prej tij që më kanë i drejtë, më kanë korrekt. Thot Allahu dhu xhelal, wa idha qultum fa'dilu walau ala dha qurba. Kur të flisni drejt, qoftë edhe ndaj të afërmve tuaj. Që të jesh i drejt është një prej kërkesave fetare, që të jesh fetar i mirë. Do të thonë, për më kanë musliman i mirë, do të më kanë edhe kjo fushë shumë mirë e rregulluar. Nëse na thirremi tek ajo që fen e kemi diçka të brendshme shpirtërore, besojnë Allahun dhu xhelal, mirë po. Dezinformata plot, shpifja, akuza pa ndërprej, rrena dhe manipulime, atëre nuk vjen përputhshmëri një ana me tjetrën, se përderisa të thirrësh që je besimtar, besim drejt, atëherë detyrimisht do të nga ti me reflektua edhe fjalë të tilla, fjalë të drejta, fjalë të vërteta.